Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se gjatë natës së kaluar në gjithë vendin ka pasur rreshje të përkohshme të shiut. Edhe gjatë ditës priten rreshje shiu që sipas autoriteteve, për shkak të ngopjes së tokës me lagështi, mund të shkaktojnë rritje lokale të nivelit të lumejve dhe mundësi për përmbytje. Kujdes të veçantë sipas autoriteteve duhet i kushtohet pjesës së sipërme të lumit Vardar, ku niveli është ende i lartë dhe ekziston mundësia për përmbytje lokale. Një situatë të këtillë para disa ditëve përjetuan banorët e disa fshatrave të Gostivarit, në veçanti fshati Forin, ku rritja e nivelit të Vardarit shkaktoi përmbytje dhe dëme materiale në për shumë shtëpi dhe objekte në këtë vend banim. Përveç shiut, probleme paraqiten edhe me rreshjet e borës në Viset Malore. Hiqet ndalesa për automjete të rënda transportuese në drejtimin rrugor Gostivar-Kërçov përmes strazhës, që ishte vendosur ko më parë, njoftuan nga ndërmarrja Rrugët e Maqedonisë. Nga kjo ndërmarrje thonë se hiqet edhe ndalesa për qarkullimin e kamionëve dhe autobusëve në rrugën Tetov-Kodra e Diellit, që ishte vendosur për shkak të rreshjeve të dendura të dëborës. Meteorologët paralajmërojnë se gjatë javës së ardhshme pritet ndryshim drastik i motit me rritje graduale të temperaturave dhe mot pranveror.